Jam Gledjar Flipi, nga bashkia Valdez. Unë kam qetë vajzë të shmurë me epilepsi Teran. Kërkoj ndihmën e Elvis Noshit me stafin e tij. Unë e kam pas gjithmonë në spitalet të Shqipërisë, në Tiranë, në Shkodër, te Greta në Roshe, nuk ka kush që me bon. Kërkoj ndihmën tuaj. Se ka shumë smundje Tiranë, ka goditje Tirana. Unë kam 3 vajza, nona veti ka praktikë. Edhe nona vetë ka thotë që unë nuk jam mosh ma për të. Kam nonën, kam 3 vajza, nona e me kujdesohet për fëmijën e mi. Ju lutem më ardh me verifiku. Se fëmija është shumë gjendje të rëndë. As nuk fol, as nuk hec. I ka lëshu i lashe Shkodra, bëll, nuk i bojnë shërim. Që të janë i lashit. Kjo janë vajza e dytë, 7 vjeçe, kjo janë 3 e gjys. Jam gjyshja e Elisës. Djali jam ka 3 vajza. Nona vet e ka praktikë, nuk dhe me ditë gjë për ta. Unë jam punë, të rëmë me lanë punën, në shku në spital me vajzën. Ju lutëm, të shqiptarëve, e Vesnjaqit, stafit ti, në këthej një përgjigje për këtë fëmijë. Ashtë 8 vjetë e smorë, në këra gjithë shërim për ta. Greta në Roshe ashtë mënu shumë, doktorat e Shkodrës nuk kanë kurse që me i ba. Ka i lashe, ka depakin, ka luminal, nuk mund në rezistën ma as vajza. Jena bërsh në për banka, të lanë punë, të shku në spital, të shku morë lek në bankë, me shku në spital. Shtu se nuk unë i përballoj ma, edhe këna ranë gjurë të Vesnjaqit. Në këtëri për përgjigje, për mime, të s'kanë tokë, të s'kanë shpi, s'kanë drita. Hena i pikun, hena i nezin, se jena bërsh që në këna pagu energjin prej këti feje. I muna ka njërset basha, vol në kanë minu po, për këtë vajz nga gjithë as një lojë lashe. Kjo është religiona në klas 2. Kjo është të vjeshe. Në dhe dy në zemë, kushtë të më të në një mu, për këtë fëmijë.